Markata e peshkut në Shëngjin, një investim i Ministrisë së Bujqësisë tashmë është në funksion dhe administrohet nga Bashkia e Lezhës përmes ndërmarrjes Lezhë Invest. Funksionimi i saj përbën një zhvillim të rëndësishëm për sektorin e peshkimit, duke garantuar përveç sigurisë ushqimore dhe një treg të rregulluar mes peshkatarëve dhe konsumatorëve. Drejtori i Lezhë Invest, Besmir Froku, deklaroi se markata po funksionon normalisht dhe se peshkatarët kanë filluar të ndërgjegjësohen për rëndësinë e kësaj mënyre tregtimi. Siç e evidentuat edhe ju hap pas hapit, ju pa që sapo erdhi një anije e peshkimit, ngarkoi gjithë gjirën, e themi gjithë nxënjen ditore në arkat e tyre, i ngarkojnë makinën dhe i sollin merkatin e peshkut. Pra kjo do të thotë që merkata e peshkut ka filluar, po funksionon. Subjektet kanë filluar të ndërgjegjësohen dhe të sillin gjithë peshkun e tyre në merkatin e peshkut, peshkun e freskët, peshkun sapo zihet nga deti. Ne kërkojmë akoma më shumë bashkëpunim nga ana e tyre, por veçanërisht nga ana e institucioneve përgjegjëse, në mënyrë që njerëzit të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë rëndësinë e një peshku që është i certifikuar pranë merkatës peshkut. Aktualisht ne kemi bërë disa ndërhyrje të vogla gjatë merkatës peshkut sipas kërkesave dhe pasi kemi konsultuar me grupet e interesit. Aktualisht merkata e peshkut ka gjithë stafin e nevojshëm me veterinerin, me përgjegjësin e merkatës peshkut, me ekonomistin, për të ndjekur gjithë zinxhirin e marrjes peshkut nga anija dhe për ta dorëzuar merkatin e peshkut, për ta certifikuar, për ta shitur në ankam në ato orare që ne do t'i bëjmë njoftime shumë shpejt. Ne kemi rënë dakord që do të bëhet njoftimi i merkatës peshkut si hapjes, si ankanit peshkut do të bëhet nga ora 6 të mëngjesit deri në orën 12 në orën 1 drekës, në mënyrë që edhe subjektet ta kuptojnë dhe të ndërgjegjësohen që gjatë këtij orari mund të vinë të marrin peshkun e freskët në merkatin e peshkut të Shëngjin. E rëndësishme është siguria ushqimore. Pra ne kështu garantojmë sigurinë ushqimore. Peshku vjen, certifikohet me një herë nga eksperti përgjegjës, duke ndjekur edhe rrugtimin e tij nëpërmjet librit, bukët, librave që ato deklarojnë online. Dhe pastaj ne monitorojmë edhe gjithë procesin, sepse gjitha anijet pastaj do të marrin atë certifikimin ton dhe njerëzit do të kenë një ankan ku do vinë ta marrin peshkun konform gjitha standardeve ligjore. Markata e peshkut në Shëngjin është një hallkë e rëndësishme në zinxhirin e garantimit të cilësisë së prodhimit të detit dhe nxitjes së tregtisë së formalizuar në një nga zonat potencial të lartë në sektorin e peshkimit.